Tregu i kontrabandës llogaritet të sjell miliona euro përfitime për grupet kriminale. 20.000 pound, 23.000 pound për të ardhur në Angli në mënyrë legale. Miliona euro përfitohen nga kontrabanda me migrant, e cila dokumentohet në rajonin e Ballkanit. Trafikantët lokal, po dhe ata internacional, në vazhdimsi kanë fituar nga kjo veprimtari. Përpos qarkullimit ndërkombëtar të migrantëve nga Azia dhe Afrika, në sfond vazhdon të shfaqet sërish një problem tjetër. Të dhënat statistikore tregojnë që problemi i migrimit të shtetasve të Ballkanit drejt BE-s dhe drejt Britanisë së Madhe ende nuk është zgjidhur në tërësinë e tij. Policia e shtetit në Shqipëri vazhdon të regjistrojë ende shifra ku qytetarë nga Shqipëria tentojnë të futen ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Nga të dhënat e policisë shqiptare në mes vitit 2024 dhe 2025, nga Britania e Madhe në Shqipëri janë riadhesuar 3.987 shtetas nga Shqipëria. Policia e shtetit ka pranuar informacione se vetëm gjatë vitit 2025 në brigjet e Britanisë së Madhe janë kapur 250 shtetas nga Shqipëria, të cilët kanë tentuar të futen ilegalisht në Britani. Ne duhet kuptojmë që në Mbretërinë e Bashkuar ka një diasporë shumë të madhe të shqiptarëve dhe si përpasojë ndodhet ajo që quhet emigracioni zinxhir. Njerëzit tentojnë të marrin njëri tjetrin. Dikush është i vendosur në Mbretërinë e Bashkuar prej vitesh, kërkon të marrë vllajën apo motrën apo partneren ose dikë tjetër dhe për shkak që krijon këtë efektin zinxhir të njerëzve nga një njëjti vend të cilët duan të bashkohen. Dhe për këtë arsye ka pasur një krizë rreth 5 vite më parë, ka pasur një krizë të madhe për sa i përket qytetarëve shqiptarë që kontrabandoheshin në kanalin anglez dhe niseshin nga brigjet e Francës për të shkuar në brigjet e Doverit në Angli. Është shumë e vështirë për të vënë gishtin tek njerëz, për shembull tek trafikantë që vinë nga vende të caktuara. Mund mendoj dhe besoj që, me ato që kam arritur të kuptoj unë është dhe janë edhe grupe trafikimi që funksionojnë përmes komësive të ndryshme, por mund të ketë kryesisht janë nga Kurdistani, mund të jenë nga Shqipëria, kryesisht nga Shqipëria dhe Veriut që bëjnë këto. Sipas analizave që kemi pas varësisht edhe për nacionalitetit, do të aty vrejet edhe destinacioni tyne. Mund të flasim për Egjiptian, për shembull, sa herë kemi trajtuar, kemi vrejt që është Italia destinacioni tyre. Po pas një kohë, pas veprimeve timore është vrejt që Italia ka qenë destinacioni parë, se për aty do të pastaj vazhdonin shpërndorin në shtete tjera të Evropës e deri në Mbretërinë e Bashkuar, do të thotë që është edhe destinacion interesi për shtetas e kësaj pjese. Përpos qindra mijëra shqiptarëve që migruan në Angli, rrjetet e krimit të organizuar në vazhdimsi e kanë përdorur rajonin për të kontrabanduar shtetas drejt BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. Tregu i kontrabandës llogaritet të sjell miliona euro përfitime për grupet kriminale. Pjesa më e madhe e mjeteve nuk janë arritur të zbulohen asnjëherë se ku riinvestohen dhe në vendet ku ato shpërlahen si para të lehtëshme. Nga ana tjetër duhet kuptojmë që organizimi është i madh dhe këto janë grupe të cilat janë grupe që arrin të përfitojnë miliona euro çdo vit nga kontrabandimi i emigrantëve. Kjo në fakt është një aktivitet kriminal që ka shumë kohë që ka nisur në rajonin e Ballkanit, por ka pasur ulje ngritje. Ka pas periudha në të cilat këto grupe kanë qenë më shumë aktive për shkak të fluksit të emigrantëve që ka qenë edhe më i madh. Nga disa investime që kanë bërë së fundi arrin në vlera shumë goxha të larta dhe mund të shkojnë deri tek 20.000 pound, 23.000 pound për të ardhur në Angli në mënyrë legale. Pagesat kryesisht kanë qenë me anë të investimit që kanë bërë, pagesat kryesisht kanë qenë në Britaninë e Bashkuar, pra kryesisht realizohen pas mbërritjes në Britaninë e Bashkuar. Ndoshta kjo mund të jetë edhe sepse shumë grupe kriminale edhe mund bashkëpunojnë bashkëpunojnë në Angli dhe në Francë, ndoshta ose vende të tjera të Bashkimit Evropian, por domethënë ajo çfarë kam mësuar nga investigimet e mia është që shumë këta trafikantë operojnë në një farë mënyrë që domethënë ti paguan para në momentin që ti vjen në Angli, domethënë kjo është një lloj metode që, si më thënë, ata krijojnë besimin në personin përballë, domethënë që ti paguan në momentin që vjen në Angli dhe mendoj që shumica këtyre, mas sa kuptoj unë, është mendoj që janë në Angli, pra operojnë në Angli dhe pagesat bëhen në Angli. Kemi zhvilluar edhe hetime financiare pikërisht për këtë grup, apo të themi me qartë personat që i kemi në hetime dhe janë identifikuar. Deri me tani
nuk kemi arritur që të zbulim ndonjë shumë financiare që posedojnë këta persona. Po unë konsideroj se këta ka qenë të vëmendshëm, të vetëdijshëm dhe paratën nuk i mbajnë në emër apo në llogaritë veta. Prej analizave dhe prej rasteve praktikë që kemi posë të çmimi varion prej 2.500 euro e shpesh në për disa shtete deri në 10.000 euro.